Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 16 dhjetor dhe ne si çdo ditë do udhëtojmë pas në kohë në përhistori, art dhe kulturë. Do të vjojmë me ngjarje të rëndësishme më 16 dhjetor të vitit 1773 në portin e Bostonit, një grup kolonistësh të veshur si vendas amerikan hollën çaj në det për të protestuar kundër taksave britanike. Kjo ngjarje e njohur si Boston Tea Party ishte akti që ndezi flakën e revolucionit amerikan, duke shënuar fillimin e një lufte për liri dhe pavarësi. Në një kontinent tjetër në vitin 1838, fortekrerët holandezë zhvilluan një betejë të për në ushtrinë Zulu në lumin Blood River, një përplasje që do të formësonte historinë e Afrikës së Jugut. Duke kaluar në shekullin e 20, në vitin 1944, filloi betejë e Bull, një ofensivë e guximshme e Gjermanisë gjatë luftës së dytë botërore. Ishte një nga betejat më të mëdha dhe të përgjakshme të konfliktit, duke shënuar fillimin e fundit për nazistët. Por nuk ka vetëm luftra në këtë datë. Në vitin 1971, një kombëri lindi. Bangladeshi shpalli pavarësinë e tij pas një lufte të ashpër për çlirim nga Pakistani. Dhe më pas në vitin 2012, fuqia shkatruese e natyrës u pa me super tajfunin Bopha, i cili goditi Filipinet, duke lënë pas dëme të pallogaritshme dhe mijëra viktima. 16 dhjetori është dita e 350 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 15 ditë. Ngjarje 1979. Libia bashkohet me 4 vende të tjera të OPEC-ut në rritjen e çmimeve të naftës së papërpunuar, e cila ka një efekt të menjëhershëm, dramatik në Shtetet e Bashkuara. 1985. Paul Castellano dhe Thomas Bilotti janë qelluar për vdekje me urdhër të John Gotti, i cili merr drejtimin e familjes së krimit Gambino të New Yorkut. 1989. Revolucioni rumun shpërthejnë protestat në Timasora, Rumani. 1989. Gjykatësi i gjykatës së apelit të SBA-s, Robert Smith Wentz, vritet nga një bombë postare e dërguar nga Walter Lorey Mody. 1991. Kazakistani shpall pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik. 1997. Denosenchi Porgon, një episod i serialit televiziv japonez Pokémon, shkakton kriza epileptike në 685 fëmijë. 2013. Një autobus bie nga një autostradë ngritur në kryeqytetin e Filipinëve, Manila, duke vrarë të paktën 18 persona dhe 20 të plagosur. 2014. Militantët e Tariq Taliban Pakistan sulmojnë një shkollë publike të ushtrisë në Peshawar, Pakistan, duke vrarë 150 njerëz, 132 prej tyre nxënës shkolle. Në këtë ditë lindën figura që ndryshuan botën me artin, muzikën dhe idetë e tyre. Në vitin 1770 lindi Ludwig van Beethoven, gjeniu i muzikës klasike, i cili edhe pse humbi dëgjimin, krijoi disa nga simfonitë më të fuqishme dhe emocionale në histori. Në vitin 1866 erdhi në jetë Wasili Kandinsky, pioner i artit abstrakt, një artist që pa botën për te formave të zakonshme dhe ktheu në ngjyra e linja të papritura. Në vitin 1899, Noel Coward, një nga dramaturgët dhe aktorët më të sofistikuar të Britanisë, nisi udhëtimin e tij duke na dhuruar vepra të mbushura me humor dhe ironi. Në vitin 1917, Arthur C. Clarke, mjeshtri i rrjedhimeve shkencore dhe vizionari i së ardhmes, lindi në Britani. Më në fund, në vitin 1972, lindi Zoltan Gera, futbollisti hungarez që do të shkëlqente në fushat e futbollit evropian, duke i dhënë krenari vendit të tij. Lindje 1987. Lindi Halle Hirsch, aktore amerikane. 1988. Lindi Mats Hummels, futbollist gjerman. 1988. Lindi Anna Pubelwell, aktore angleze. 1989.
Lindi Mirei Kiritani, modele, aktore dhe gazetare japoneze. 1990. Lindi Rebecca Marino, teniste kanadeze. 1991. Lindi Craig Godwin, futbollist australian. 1992. Lindi Ulrike Elkjeri, teniste norvegjeze. 1992. Lindi Anamul Hakue, lojtari kriketit nga Bangladeshi. 1992. Lindi Moemura, modele, aktore dhe këngëtare japoneze. 1992. Lindi Pietro Bertikizi, futbollist belg. 1992. Lindi Tom Rogic, futbollist australian. 1994. Lindi Elliot Lee, futbollist anglez. 1994. Lindi Nicola Murru, futbollist italian. 1994. Lindi José Rodriguez Martinez, futbollist spanjoll. 1997. Lindi Zara Larsson, këngëtare dhe autore këngësh suedeze. 1998. Lindi Mira Antonic, teniste austriake. Por 16 ditori sjell edhe kujtimet e atyre që lanë botën, duke lënë pas një trashëgimi të madhe. Në vitin 1922, Gabriel Narutovic, presidenti i parë i Polonisë, u vra gjatë një atentati tragjik, duke lënë një boshllëk të madh në historinë e vendit. Dhe në vitin 1945, Giovanni Angeli, themeluesi Fiat, i cili transformoi industrinë automobilistike italiane, ndroi jetë, duke lënë pas një perandori industriale. Në vitin 1980, bota humbi kolonel Harland Sanders, njeriu që krijoi KFC-n dhe e ktheu një recetë të thjesht pule në një markë globale. Më pas në vitin 2021 ndroi jetë Anne Rice, shkrimtarja që bëri buj me letërsinë e saj të vampirëve. Vdekje. 2009. Vdiq Mando Tahabala, mësimang, mjeke dhe politikane Afrikës së Jugut. 2010. Vdiq Melvin E. Bidle, ushtar amerikan, marrës i medaljes së nderit. 2010. Vdiq Ayinde Barrister, muzikant nigerian. 2011. Vdiq Robert Eston, aktor dhe skenarist amerikan. 2011. Vdiq Nicole Williamson, aktor skocez. 2012. Vdiq Elwood V. Jensen, biolog dhe akademik amerikan. 2012. Vdiq Jake Adam York, poet dhe akademik amerikan. 2013. Vdiq James Flint, komandant anglez. 2013. Vdiq Ray Price, kantautor dhe kitarist amerikan. 2013. Vdiq Martha Russell, gazetare, autore dhe aktiviste amerikane. 2014. Vdiq Martin Brasser, paletolog, biolog dhe akademik anglez. 2014. Vdiq Tim Chorgan, matematikan dhe akademik amerikan. Tani uftë të ndiqni rubrikën Edhe shëndeti. Vaji i arganit është bërë i famshëm për përfitimet shëndetësore të shumta që ai ka. Ajo që bën këtë vaj kaq të dobishëm është përmbajtja e lartë e vitaminës A, C dhe E, antioksidantëve, acidit linoleik dhe acidit yndyrore omega 6. Kur aplikohet nga jashtë ndihmon në rigjenerimin qelizor e si rrjedhoj në lëkurë flok më të shëndetshëm. Vaji i arganit mund të përdoret për kozmetik dhe kulinari, për të përmirësuar gjithçka që nga pamja e lëkurës deri te shëndeti i zemrës. Shërimi i akneve. Triterpenoidet që gjenden në mënyrë natyrale tek vaji i arganit ofrojnë përfitime fantastike shëndetësore për lëkurën,
përfshirë dhe trajtimin e akneve dhe shërimin e shenjave si pasojë tyre. Studimet kanë vërtetuar uljen e niveleve të yndyrës në lëkura të yndyrshme dhe përmirësimin e pamjes së përgjithshme. Vaji i arganit ka përqendrim të lartë të acidit linoleik, ndihmon në reduktimin e inflamacionit të shkaktuar nga aknet dhe ndihmon shërimin e qelizave të lëkurës që janë dëmtuar. Lufton dermatitin. Ekzema ose dermatiti është një gjendje e zakonshme e lëkurës e karakterizuar me lëkurë të inflamuar. Vaji i arganit është i njohur për efektivitetin që ka për shqetësimin e skuqjeve dhe kruarjes, duke hidratuar lëkurën dhe forcuar barierën e saj. Vaji përmban acide yndyrore esenciale si acidi oleik, acidi linoleik dhe acide yndyrore omega 3, që ndihmojnë në hidratimin e lëkurës, duke mbrojtur në këtë mënyrë integritetin e saj. Redukton plakjen e parakoshme. Siç u përmend, vaji i arganit përmban një nivel të lartë të acideve yndyrore. Në fakt, është i përbërë nga 80% acide yndyrore, që lufton shijat e plakjes së parakoshme. Përdorimi i rregullt i vajit është provuar në reduktimin e thellësisë dhe shpejtësisë së rrullave, si dhe për spehjen e njollave të moshës, duke rivendosur elasticitetin e lëkurës dhe duke rritur normën rigjeneruese të qelizave të shëndetshme të saj. Siç thamë më sipër, vaji i arganit përmban një nivel të lartë të antioksidantëve që ndihmojnë në mbrojtjen e dëmtimeve të lëkurës, flokëve dhe thonjve, të shkaktuara nga rrezatimi ultraviolet. Melanina, që është pigmenti në lëkurë që ndihmon në mbrojtje nga rrezet ultraviolet, është shumë e rëndësishme për një lëkurë të shëndetshme. Vaji i arganit është një inhibitor i biosintezës së melaninës, pra normalizon qelizat e lëkurës që kanë më shumë melanin, duke mbajtur të shëndetshme dhe të mbrojtur nga rrezet ultraviolet. Aplikimi i vajit të arganit në lëkurat e dëmtuara nga rrezet ultraviolet mund të zbejë njollat nga djedhi dhe shëroj lëkurën e tharë nga mbi ekspozimi nga djedhi. Ul kolesterolin. Vaji i arganit që përdoret në kuzhinë, kur përdoret për të zëvendësuar një vaj tjetër më pak të shëndetshëm, mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Kombinimi unik i sterololeve të bimëve të gjetura në vaj bllokon përthithjen e kolesterolit të keq nga trakti intestinal. Qetëson gjendjen e artritit dhe reumatizmës. Ky vaj konsiderohet shumë i dobishëm për gjendjen e artritit dhe reumatizmës. Flavonoidet të pranishme në vaj kanë veti të fuqishme antiinflamatore për shqetësimin e dhimbjeve dhe entjes nga artriti. Ndihmon tretjen. Vaji i arganit që përdoret për kuzhinë përmban përbërës organik që kur shtohet në ushqim, rrit përqendrimin e pepsinës në lëngjet e stomakut, duke përmirësuar tretjen. Pepsina është një enzim e rëndësishme në lëndun e stomakut që rrit proteinat e gjendura në mish, vezë dhe produktet e bulmetit. Tretje më e mirë do të thotë më shumë energji, më pak uri dhe një trup më i shëndetshëm. Ndihmon në parandalimin e kancerit. Ka pasur shumë studime lidhur me aftësinë e vajit të arganit për të luftuar qelizat kancerogjene dhe sëmundje të tjera. Niveli i lartë i antioksidantëve ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga radikalet e lira, që mund të çojë në kancer të lëkurës. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për kolonel Harlan Sanders, nga një jetë e vështirë në një ikon global të shijes. Historia e Harlan Sanders nuk është një përradhë klasike e suksesit, por një tregim frymëzues se si një njeri nuk e dorëzoi kurrë ëndrrën, edhe kur jeta i hillte vetëm sfida. Ai lindi më 9 shtator të vitit 1890 në një fermë të vogël në Indiana. Në moshën 6 vjeçare mbeti pa baba dhe u detyrua të kujdesej për vëllezërit dhe motrat e tij, ndërsa ëma punonte gjithë ditën. Ishte në këtë periudhë që Harlan mësoi të gatuante, mjaftësisht që të ndryshonte jetën e tij më vonë. Jeta e tij e hershme ishte një seri dështimesh dhe fillimesh të reja. Ai punoi gjithçka, fermer, zjarfikës në trena, shitës i sigurimeve dhe madje jurist, por asnjë nga këto nuk i solli sukses.
Megjithatë, pasioni për gatimin nuk e la kurrë pas dore. Në vitet 30 në një stacion të vogël karburanti, Sanders hapi një restorant të vogël për të shërbyer ushqime për udhëtarët. Aty ai filloi të përsosë recetën e tij sekrete të pulës së skuqur që do ta bënte të famshëm. Ai eksperimentoi me përzierje erëzash derisa krijoi një kombinim prej 11 erëzash dhe bimësh që do të bëhej baza e suksesit të tij. Por ai nuk ndaloi me kaq. Në një epokë kur gatimi nga dalt ishte norm, ai adoptoi një metodë revolucionare, përdorimin e tenxhereje me presion për të skuqur pulën më shpejt dhe më mirë pa komprometuar shijen. Duke mos u dorëzuar, Sanders nisi të udhëtojë nëpër Amerikë me makinë, duke vizituar restorante dhe duke u ofruar atyre recetën e tij të pulës me kombinim të 1% nga fitimet. Ishte një ide e thjeshtë, por geniale. Ai bindi pronarët e restoranteve se receta e tij mund të zhvillonte bizneset e tyre. Kështu në vitin 50 lindi KFC-ja dhe shumë shpejt restorantet që ofronin pulën e tij filluan të shumohen. Me kalimin e kohës, KFC u kthye në një markë globale. Harlan Sanders me kostumin e tij të bardhë dhe kravatën e zezë u bë simboli i kompanisë, një figurë që përfaqësonte cilësinë dhe traditën. Do të vjojmë me rubrikën Kuriozitete, ku do të flasim për aftësinë e breshkave detare për të ndaluar rrahjet e zemrës. Breshkat detare janë krijesa të jashtëzakonshme që kanë evoluar për të mbijetuar në një nga mjediset më të vështira të planetit, oqeanin e pafund dhe shpesh të ftohtë. Një nga aftësitë më të habitshme të tyre është kontrolli mbi rrahjet e zemrës, një mekanizëm që u mundëson të ruajnë oksigjenin dhe të mbijetojnë në kushte ekstreme. Kur breshkat e detit zhyten në ujë, veçanërisht në ujëra të ftohta ose gjatë periudhave të gjata pa pushim, ato ngandalsojnë metabolizmin e tyre në mënyrë drastike. Zemra e tyre mund të rrahë vetëm 1 deri në 2 herë në minutë dhe në disa raste mund të ndalojë krejt për disa orë. Kjo ndodh sepse gjatë kësaj kohe trupi i breshkës përdor një sasi shumë të vogël oksigjeni, duke furnizuar vetëm organet më jetike si truri dhe zemra. Përveç mbijetesës gjatë zhytjes, kjo aftësi mbron edhe nga grabeqarët. Duke qëndruar të qeta dhe pa lëvizur për periudha të gjata, ato mund të shmangin zbulimin nga kafshët e tjera. Oscar Lewis, i lindur në Lefkowitz, 25 dhjetor 1914, vdiq më 16 dhjetor 1970, ishte një antropolog amerikan. Ai është më i njohur për përshkrimet e tij të gjalla të jetës së banorëve të lagjeve të varfra dhe argumentin e tij se një kulturë e varfërisë ndër breza i ka përcen kufit kombëtar. Lewis pohoi se ngjashmëritë kulturore ndodhen sepse ato ishin përshtatje të zakonshme ndaj problemeve të përbashkëta dhe se kultura e varfërisë është njëkohësisht një përshtatje dhe një reagim i klasave të varfra ndaj pozicionit të tyre marginal në një shoqëri të stresuar nga klasa, shumë individualiste kapitaliste. Ai fitoi çmimin kombëtar të librit të SBA në vitin 1967 në shkencë, filozofi dhe fe për La Vida, një familje portorikane në kulturën e varfërisë, San Juan dhe New York. Lewis ishte djali një rabini i lindur në vitin 1914 në New York City dhe i rritur në një fermë të vogël në veri të New Yorkut. Ai mori një diplom bachelor në histori në 1936 nga City College i New Yorkut, ku takoi gruan e tij të ardhshme dhe bashkëpunëtoren kërkimore Ruth Maslow. Si student i diplomuar në Universitetin e Kolumbisë, ai u bë i pakënaqur me departamentin e historisë në Kolumbia. Me sugjerimin e kunatit të tij, Abraham Maslow, Lewis pati një bisedë me Ruth Benedictin e departamentit të antropologjisë. Ai ndërroi departamentet dhe më pas mori një doktoratur në antropologji nga Kolumbia në vitin 1940. Destinacioni mbi efektet e kontaktit me njerëzit e bardhë në indianët e Blackfeet u botua në 1942. Vie Saint Laurent, si njohur dhe si Saint Laurent dhe YSL, është një shtëpi franceze e modës luksoze e themeluar në vitin 1962 nga Vie Saint Laurent dhe partneri i tij Pierre Berge. Kompania është e specializuar në haute couture, gati për të veshur, aksesor lukure dhe këpucë. Linja e saj kozmetike YSL Beauty është në pronësi të L'Oreal.
Marka Epone mos u krijua në vitin 1962 nga dizajneri Yves Saint Laurent dhe partneri i tij Pierre Berge. Logot e markës u projektuar në 1963 nga A.M. Cassandre. Gjatë viteve 1960 dhe 1970, YSL popularizoi pamjen beatik, xhaketa safari, pantallona të ngushta me çizme të larta deri në kofsh. Në vitin 1966, YSL debutoi Le Smoking, një kostum smoking për gratë. Në një përpjekje për të demokratizuar modën, YSL filloi të prodhonte gati për të veshur në vitin 1966. Në nisjen e saj të Rive Gauche dhe konsiderohet të jetë i pari që popularizon konceptin. YSL dizajnet shpesh kanë ndikuar nga veshjet tradicionale kineze si dhe tema nga pop art, ballet ruses dhe Picasso. Saint Laurent ka merritën për fillimin e stilit i gjerë të veshur me shpatulla në vitin 1978, që do të vazhdonte të karakterizonte modën e viteve 1980. Marka u zgjerua në vitet 1980 dhe në fillim të viteve 1990 me parfumet e burrave dhe të grave dhe linjën e saj kozmetike në vitin 1978. Megjithatë, deri në vitin 1992 fitimet e kompanisë ishin rënë dhe çmimi i aksioneve të saj kishte rënë. Në vitin e saj të 11, Saint Laurent ju shit kompanisë farmaceutike Sanofi. Në vitin 1997, Pierre Berge emëroi Heidi Slimane si drejtor koleksionesh dhe arti dhe rinisi Rive Gauche Homme. U nis 2 vjet më vonë për të drejtuar veshjen e burrave couture në Dior Homme. Në vitin 1999, Kering bleu YSL dhe punsoi Tom Ford për të projektuar koleksionin e mrekullueshëm gati për të veshur, ndërsa vetë Yves Saint Laurent do dizajnonte koleksionin e haute couture. Dizajnet nga Tom Ford për YSL u zgjodhën nga fustani i vitit nga Muzeu i Modës në vitin 2001 dhe në vitin 2004. Në vitin 2002, pas vitesh të tëra me shëndet të dobët, abuzim me drogën, depresion, alkoolizëm dhe kritika ndaj modeleve YSL, Saint Laurent mbylli ndarjen e couture të YSL. Chanel Roy gra dhe Saint Laurent u dha atyre pushtet. Pierre Berge u situa duke reflektuar në karrierën e tij dhe ndikimin në modë. Unë krijova garderobën e gruas bashkëkohore. Në vitin 2004, Tom Ford u largua nga kompania dhe Stefano Pilati, një dizajner me origjinë italiane, u bë drejtori kreativ. Yves Saint Laurent vdiq nga kanceri i trurit në vitin 2008. Vitet në vim provuan të jenë të turbullta për kompaninë me dyqane të YSL mbyllur në tregjet kyçe amerikane të San Franciscos dhe New Yorkut. Në janar të 2010, butiku i saj në Chicago në Oak Street gjithashtu u mbyll. Në vitin 2012, Kering njoftoi se Heidi Slimane zëvendësoi Stefano Pilati si drejtor kreativ për YSL. Slimane ka punuar më parë me Dior Homme dhe në vitin 2007. Në vitin 2015, Slimane njoftoi se do të ringjallte linjën couture të Yves Saint Laurent. Në vitin 2016, Slimane u largua nga Saint Laurent dhe Anthony Vaccarello emërua drejtor kreativ, një pozitë që ai ende e mban që nga gushti i vitit 2022. Pavarësisht se Slimane më prapë punonte me shtëpin, pati polemika pas emërimit të tij veçanërisht pas njoftimit se linja gati e veshjes do të riemërohej Saint Laurent, duke rënë vjes nga emri i saj. Vjen Saint Laurent dhe logoja e monogramit vertikal YSL do të mbetej për aksesorët dhe linjën e saj të kozmetikës në pronësi të L'Oreal. Slimane u frymëzuar për ndryshimin e emrit nga linja e gati të veshjes të Rive Gauche dhe na shë për herë të parë Saint Laurent Rive Gauche. Parisieni Nicolette filloi të shiste këmisha me linjën Saint Laurent with that fjes. Në 24 tetor, Colette mori një letër nga YSL duke akuzuar ato për shitjen e produkteve të falsifikuara që dëmtuan seriozisht markën. Pas akuzës, Saint Laurent anulloi porosinë e Colette për koleksionin e saj të pranverës 2013, pavarësisht Colette stalking në markën që nga viti 2014. Pas emërimit të tij, Slimane vendosi studion e dizajnit në Los Angeles. Shtëpia e Slimane Atelier Couture do të mbetet në Francë. Kompania ringjalli koleksionin e saj të haute couture në vitin 2015 në Slimane. Në prill të vitit 2016, Anthony Vaccarello emërua drejtor kreativ. Në vitin e 27, Vaccarello zgjodhi Charlotte Gainsbourg, vajzën e Serge Gainsbourg dhe Jane Birkin si fytyrën e fushatës së vitit 2017. Më pas, Saint Laurent lëshoi markën e të stilit të jetesës Rive Droit, në cilën mallrat ekskluzive, esenet e koleksionit dhe përvojat e kuruara janë vënë në dispozicionin e Paris dhe Los Angeles. Në vitin e 28, Rive Droit debutoi tek Ride, një koleksion në bashkëpunim me Super 2019. I përbër nga një biçikletë elektrike, skateboard dhe surfboards dhe live sessions, një platformë për muzikantët në rritje për të performuar në një audiencë digjitale. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar.
Territori shqiptar për datën 16 dhjetor 2025 do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe me dominim të diellit në të gjithë territori. Paraditja do të jetë e kthjellët në të gjithë vendin, ndërsa pasditja vijon me mot të kthjellët dhe vranësira shumë të pakta pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 6 orë diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa për gjatë vijës bregdetare her pas here deri në 5 metra për sekond. Deti do të paraqitet me dallgëzim të ulët 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 16 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 16 dhjetor do të jetë në orën 6:53, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi 8 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 11 deri në 15 gradë Celsius. Berat 8 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 4 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 15 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 16 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të ftohta, por të qëndrueshme duke sjellë mot pjesërisht me re dhe intervale me diell gjatë gjithë ditës. Paraditja do të jetë e ftohtë dhe pjesërisht me re, ndërsa pasditja vijon me alternime kthjellimesh dhe vranësirash pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 16 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 16 dhjetor do të jetë në orën 6:52, ndërsa perëndimi në orën 16:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 2 deri në 11 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 9 gradë Celsius. Skënderaj -3 deri në 9 gradë Celsius. Pej 6 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 1 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 11 gradë Celsius. Malishev 2 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 10 gradë Celsius. Ferizaj 1 deri në 11 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 11 gradë Celsius. Suharek 2 deri në 11 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e